Se ne njerëzit kemi një problem të madh. Kohën që s'bëjmë fëmijë mërzitemi shumë. Kohën që Zoti na mundson, ka shumë njerëz që vujnë s'bëjnë fëmijë. Ka herë ka problemin bashorti, nga herë bashorti, apo s'bëjnë fëmijë. E vujnë shumë. Ti jep Zoti fëmijë, nuk e edukon. Keq mas keq. Problem mas problemi. Formim mas shformimi. Tani mërzitës kurse ke, kur e ke lën drog. Kur e ke lën të hutum, kur e le të padishëm, kur e ke vlen për asnjë gjë. Nuk e edukon vjedh tjetrin, nuk e edukon i bën padrejtësi tjetrit, nuk e edukon bën zullum shqiptari. Kur ta jepi madhi Zot, lumturohesh të mashtron shejtanit deli pa denj. Ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tha ju që keni besuar të madhin Zot, runi veten dhe familjen nga zjarri i xhenemit. Që do të thotë që fëmia dhe dy bashortët e ndërtojnë jetën mbi besim të pastër në Islam dhe të ndërtuar mbi veprat e mira. Se një familje të kristalt islame nuk i takon me shku në xhenem. Ja ju alladhina amanu, o ju që keni besuar, runi veten dhe familjen nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Pra, një familje që bën keq, një familje që s'është ndërtu, një familje kur s'ka vende të dituria, mirësia, bamirësia, solidariteti, njerëzillëku, morali dhe formimi njerëzor, është destinuar të dënohet të merrshëm botën tjetër, ose t'i fitojë mirësitë e pakufishme të madhit.